Nëse pyet 10 persona se cila është shenja më misterioze e horoskopit, ka shumë mundësi që shumica të përgjigjen pa u menduar 2 herë. Akrepi. Kjo shenjë ka fituar një reputacion të veçantë në astrologji, jo vetëm për intensitetin e saj emocional, por edhe për mënyrën se si arrin të mbetet gjithmonë paksa enigmatike. Edhe njerëzit që nuk besojnë në astrologji shpesh e kanë dëgjuar se akrepi konsiderohet shenja e sekreteve, shenja e transformimit ose madje shenja që nuk mund ta lexosh kur plotësisht. Por lind një pyetje interesante. Pse pikërisht akrepi? Çfarë bën këtë shenjë kaq ndryshe nga të tjerat? Pse rreth saj janë krijuar kaq shumë mite, teori dhe perceptime? Dhe është ky reputacion i merituar apo thjesht një stereotip që është përhapur me kalimin e viteve? Për të kuptuar këtë, duhet të shohim përtej përshkrimeve të zakonshme që lexojmë në horoskopët ditor. Misteri i akrepit nuk lidhet vetëm me faktin që ai flet pak ose ruan sekretet. Ai lidhet me mënyrën se si e përjeton jetën, emocionet, marrëdhëniet dhe ndryshimin. Është një shenjë që shpesh preferon të vëzhgojë sesa të flasë, të analizoj sesa të reagoj me njëherë dhe të kuptoj njerëzit para se të tregoj kush është vetë. Një nga arsyet kryesore pse akrepi duket kaq misterios është se ai nuk e shfaq me njëherë botën e tij të brendshme. Ndryshe nga disa shenja që ndajnë mendimet dhe ndjenjat pa hezitim, akrepi ndërton besimin ngadalë. Ai preferon të njohë të tjerët përpara se të hapet. Për dik nga jashtë, kjo sjellje mund të interpretohet si ftohtësi, distancë apo fshehtësi. Në realitet, për shumë njerëz të lindur nën këtë shenjë, kjo është thjesht një mënyrë për të mbrojtur veten. Misteri nuk do të thotë domosdoshmërisht se dikush fsheh diçka. Ndonjëherë do të thotë se ai nuk ndjen nevojën të tregojë gjithçka. Akrepi shpesh beson se jo çdo mendim duhet thënë dhe jo çdo emocion duhet ekspozuar. Ai mund të jetë duke përjetuar shumë gjëra brenda vetes, ndërkohë që nga jashtë duket plotësisht i qetë. Ky kontrast mes asaj që shihet dhe asaj që ndodh në brendësi është një nga elementet që e bën akrepin kaq interesant. Shpesh njerëzit ndihen të intriguar prej tij, sepse kanë ndjesinë se ekziston gjithmonë diçka më shumë për të zbuluar. Një tjetër aspekt që ushen këtë reputacion është aftësia e akrepit për të vëzhguar. Ai është një dëgjues i mirë dhe zakonisht i kushton vëmendje detajeve që të tjerët i shpërfillin. Mund të kujtoj një fjalë të thënë muaj më parë, një ndryshim të vogël në sjelljen e dikujt ose një emocion që nuk është shprehur me fjalë. Kjo e bën të duket sikur lexon mendjen, edhe pse shpesh bëhet fjalë vetëm për një aftësi të zhvilluar vëzhgimi. Në astrologji, akrepi është një shenjë e elementit të ujit, së bashku me gaforen dhe peshqit. Megjithatë, ndryshe nga këto dy shenja, emocionet e akrepit rrallë dalin në sipërfaqe. Ai i përpunon ato në heshtje. Kjo krijon përshtypjen se është i pakapshëm ose i vështirë për të kuptuar. Një element tjetër interesant është marrëdhënia e akrepit me kontrollin. Ai zakonisht preferon të ketë kontroll mbi situatat, mbi emocionet dhe mbi mënyrën se si perceptohet nga të tjerët. Nuk i pëlqen të ndihet i pambrojtur. Për këtë arsye, shpesh gjet të zbuloj vetëm aq sa mendon se është e nevojshme. Kjo nuk do të thotë se akrepi është gjithmonë i ftohtë ose mosbesues. Përkundrazi, kur krijon besim të plot me dik, ai mund të bëhet një nga njerëzit më besnik dhe më të përkushtuar. Por rruga deri te ai besim është zakonisht më e gjatë se te shumica e shenjave të tjera. Interesant është fakti se reputacioni i akrepit nuk vjen vetëm nga astrologjia moderne. Për shekuj me radhë, kjo shenjë është lidhur me temat e transformimit, rilindjes dhe fuqisë së brendshme. Në shumë tradita astrologjike, akrepi konsiderohet si simbol i ndryshimit të thellë, i aftësisë për të lënë pas të shkuarën dhe për të filluar nga e para. Kjo ide e vdekjes simbolike dhe rilindjes ka kontribuar edhe më shumë në imazhin e tij misterios. Sigurisht, është e rëndësishme të kujtojmë se astrologjia nuk është një shkencë e provuar dhe nuk ka prova shkencore që data e lindjes përcakton personalitetin e një njeriu. Shumë njerëz e shohin astrologjinë si një formë argëtimi, reflektimi ose tradite kulturore, ndërsa të tjerë besojnë më fort në ndikimin e saj. Për këtë arsye, çdo përshkrim i shenjave duhet parë si një interpretim astrologjik dhe jo si një fakt i provuar. Megjithatë, pavarësisht bindjeve personale, nuk mund të mohohet se akrepi ka ndërtuar një identitet shumë të veçantë në kulturën popullore. Filmat, librat, rrjetet sociale dhe mediat e kanë përforcuar vazhdimisht idenë se kjo është shenja më e vështirë për të kuptuar. Shpesh paraqitet si e fortë, e heshtur, inteligjente, intuitive dhe aftë të fshehë emocionet e saj. Por a është kjo e gjithë e vërteta? Apo pas këtij imazhi fshihet një personalitet shumë më kompleks, më i ndjeshëm dhe më njerëzor se sa duket në pamje të parë?
Në kapitull që do të pasojnë, do të eksplorojmë origjinën astrologjike të akrepit, ndikimin e planetëve që lidhen me këtë shenjë, tiparet psikologjike që i atribuohen, marrëdhëniet e tij me dashurinë, miqësinë dhe punën, si edhe mitet më të zakonshme që e rrethojnë. Në fund, do të përpiqemi të përgjigjemi pyetjes që ka intriguar kaq shumë njerëz. A është vërtet akrepi shenja më misterioze e zodiakut, apo është thjesht shenja që ka krijuar misteri më të madh rreth vetes? Për të kuptuar pse akrepi është konsideruar prej shekujsh si shenja më misterioze e zodiakut, duhet të kthehemi shumë pas në kohë, në epokat kur njerëzit shikonin qiellin jo vetëm për të studiuar yjet, por edhe për të kuptuar jetën, natyrën dhe fatin e tyre. Astrologjia, ashtu siç njihet sot, është rezultati i mijëra viteve vëzhgimesh dhe interpretimesh të ndryshme. Në këtë sistem simbolik, çdo shenjë përfaqëson një mënyrë të veçantë të menduarit, të ndjerit dhe të vepruarit. Mes të 12 shenjave, akrepi ka zënë gjithmonë një vend të veçantë. Ai nuk është përshkruar si shenja më e zhurmshme, më e gëzuara apo më optimistja. Përkundrazi, ai është lidhur vazhdimisht me thellësinë, transformimin, fuqinë e fshehtë dhe emocionet intensive. Këto ide nuk janë krijuar rastësisht. Ato janë ndërtuar gjatë shekujve nga kultura të ndryshme, të cilat e pan akrepin si një simbol të forcës së padukshme. Simboli i akrepit. Kur dëgjojmë fjalën akrep, mendja na shkon menjëherë te kafsha me të njëjtin emër. Në natyrë, akrepi është një krijes që rrallë kërkon vëmendje. Ai fshihet në vendet e errëta, lëviz me kujdes dhe sulmon vetëm kur ndjen se është në rrezik ose kur ka nevojë të mbrohet. Kjo sjellje është bërë një metaforë për personalitetin që astrologjia i atribuon kësaj shenje. Ashtu si kafsha, edhe akrepi astrologjik nuk konsiderohet impulsiv në shumicën e rasteve. Ai preferon të vëzhgojë situatat, të analizojë njerëzit dhe të veprojë vetëm kur mendon se është momenti i duhur. Kjo qasje e qetë krijon shpesh përshtypjen e misterit. Njerëzit priren të besojnë më shumë atyre që flasin vazhdimisht për veten se sa atyre që dëgjojnë në heshtje. Kur dikush nuk zbulon shumë për botën e tij të brendshme, imagjinata e të tjerëve fillon të plotësojë boshllëqet. Një shenjë e ujit, por ndryshe nga të tjerat. Në astrologji shenjat ndahen në 4 elemente: zjarr, tokë, ajër dhe ujë. Akrepi i përket elementit të ujit, së bashku me gaforen dhe peshqit. Uji simbolizon emocionet, intuitën dhe botën e brendshme. Megjithatë, secila prej këtyre shenjave e shpreh këtë element në mënyrën e vet. Gaforja zakonisht lidhet me kujdesin, familjen dhe mbrojtjen emocionale. Peshqit shpesh përshkruhen si ëndërrimtar, empatik dhe krijues. Ndërsa akrepi është shenja që sipas astrologjisë jeton emocionet me intensitet, por rrallë i shfaq ato hapur. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz e perceptojnë si enigmatik. Emocionet ekzistojnë, ndonjëherë edhe më të forta se te çdo shenjë tjetër, por ato qëndrojnë të fshehura nën sipërfaqe. Është si një liçen që duket krejtësisht i qetë. Nga sipër nuk sheh asgjë të pazakontë, por nën ujë mund të ekzistojë një botë e tërë. Shenja e transformimit. Një nga konceptet më interesante që lidhet me akrepin është transformimi. Në astrologji, kjo shenjë përfaqëson fundin e një cikli dhe fillimin e një tjetri. Nuk është rastësi që shumë astrolog e lidhin akrepin me idenë e ndryshimit të thellë personal. Transformimi nuk nënkupton domosdoshmërisht një ndryshim fizik. Ai mund të jetë emocional, psikologjik ose shpirtëror. Një person mund të kalojë një humbje, një zhgënjim ose një periudhë të vështirë dhe të dalë prej saj më i fortë. Pikërisht kjo aftësi për të ringritur është një nga karakteristikat që astrologjia i atribuon akrepit. Për këtë arsye, kjo shenjë lidhet shpesh me simbolin e Feniksit, zogut legjendar që digjet dhe rilin nga hiri i vet. Feniksi nuk është simboli zyrtar i akrepit, por në shumë tradita astrologjike ai përdoret për të përshkruar fazën më të zhvilluar të kësaj shenje. Aftësinë për të lënë pas të kaluarën dhe për të nisur një kapitull të ri. Heshtja si fuqi. Një tjetër arsye pse akrepi duket misterios është mënyra si përdor heshtjen. Në një botë ku shumë njerëz ndajnë çdo mendim dhe çdo emocion, heshtja bëhet diçka e pazakontë. Shpesh ndodh që gjatë një bisede, akrepi të dëgjojë më shumë se sa të flasë. Ai mund të bëjë vetëm disa pyetje, por ndërkohë të ketë krijuar një ide shumë të qartë për personin që ka përballë. Nga jashtë kjo mund të duket si një aftësi e mbinatyrshme, por në shumë raste është thjesht rezultati i vëmendjes ndaj detajeve. Pse njerëzit e lidhin akrepin me sekretet? Ekziston një arsye psikologjike interesante. Kur një person nuk ndan shumë informacione për veten, të tjerët fillojnë automatikisht të mendojnë se ai po fsheh diçka. Në realitet, kjo nuk është domosdoshmërisht e vërtetë.
Shumë njerëz të lindur në shenjën e akrepit mund të jenë thjesht privat. Ata nuk ndjejnë nevojën të tregojnë çdo mendim, çdo plan apo çdo emocion. Ky privatësi është interpretuar shpesh si mister. Dhe sa më pak të flas dikush për veten, aq më shumë rritet kurioziteti i të tjerëve. Intuita. Një tjetër tipar që astrologjia i atribuon akrepit është intuita. Thuhet se kjo shenjë arrin të dallojë ndryshime të vogla në sjelljen e njerëzve. Një ndryshim në tonin e zërit, një shikim i shmangur, një buzëqeshje që nuk duket e sinqert, një pauzë pazakon gjatë një bisede. Sigurisht, nuk ka prova shkencore që kjo aftësi lidhet me datën e lindjes. Megjithatë, në traditën astrologjike, kjo është një nga arsyet pse akrepi shihet si lexues i mirë i njerëzve. Miti vazhdon. Në ditët e sotme, rrjetet sociale kanë forcuar edhe më shumë reputacionin e akrepit. Video, meme dhe postime e përshkruajnë shpesh si shenjën që nuk harron kurrë, shenjën që di më shumë se sa tregon, shenjën që nuk tradhton lehtë, por nuk fal lehtë, shenjën që ruan sekretet më mirë se kushdo. Këto janë përgjithësime astrologjike dhe nuk përshkruajnë domosdoshmërisht çdo individ. Personaliteti i një njeriu ndikohet nga shumë faktorë përtej shenjës së diellit. Megjithatë, është e pamohueshme se akrepi ka ndërtuar një imazh unik në kulturën popullore. Dhe ndoshta kjo është arsyeja më interesante nga të gjitha. Nuk është vetëm personaliteti që e ka bërë akrepin misterioz. Është edhe mënyra se si njerëzit kanë folur për të gjatë shekujve. Sa më shumë që është përshkruar si enigmatik, aq më shumë është rritur kurioziteti rreth tij. Kështu miti është ushqyer brez pas brezi. Dhe sot, kur dikush dëgjon fjalën akrep, mendon menjëherë për një person të qetë, të thellë, të fortë dhe të vështirë për t'u lexuar. Por është ky imazh plotësisht i saktë? Kur astrologët përpiqen të shpjegojnë pse akrepi konsiderohet shenja më misterioze e zodiakut, ata pothuajse gjithmonë ndalen te dy emra: Marsi dhe Plutoni. Sipas astrologjisë, çdo shenjë drejtohet nga një ose më shumë planet, të cilët simbolizojnë energji, prirje dhe mënyra të ndryshme të përjetuarit të jetës. Në rastin e akrepit, këto energji konsiderohen ndër më të fuqishmet dhe më komplekset në të gjithë zodiakun. Megjithatë, është e rëndësishme të theksojmë se këto lidhje janë pjesë e traditës astrologjike dhe nuk janë të mbështetura nga prova shkencore. Në astrologji ato përdoren si simbole për të interpretuar personalitetin, jo si shkaqe të provuara të sjelljes njerëzore. Marsi forca që nuk ka nevojë të bërtasë. Për shumë shekuj, përpara zbulimit të Plutonit në vitin 1930, akrepi konsiderohej se sundohej vetëm nga Marsi. Kur shumica e njerëzve dëgjojnë emrin Mars, mendojnë menjëherë për luftën, agresivitetin dhe veprimin. Në fakt, në mitologjinë romake, Marsi ishte perëndia e luftës. Por astrologjia interpreton këtë energji në mënyra të ndryshme. Për shembull, Dashi, i cili gjithashtu lidhet tradicionalisht me Marsin, e shpreh këtë energji në mënyrë të drejtë për drejtë. Nëse ka një problem, Dashi shpesh përballet menjëherë me të. Nëse ka një mendim, zakonisht e thot. Nëse dëshiron diçka, vepron pa humbur kohë. Akrepi, sipas astrologjisë, e përdor të njëjtën energji krejt ndryshe. Ai nuk nxiton. Ai nuk shpërthen menjëherë. Ai e kanalizon forcën në heshtje. Është si ndryshimi mes një rrufeje që ndriçon qiellin për një sekondë dhe një rrymë të fuqishme që lëviz nën tokë pa u parë. Kjo është arsyeja pse shumë astrologë përshkruajnë akrepin si një person me një forcë të madhe të brendshme. Jo sepse flet më shumë, por sepse kontrollon më mirë emocionet dhe reagimet e tij. Vetë kontrolli. Një nga cilësitë që astrologjia i atribuon akrepit është vetë kontrolli. Kjo nuk do të thotë se ai nuk zemërohet. Nuk do të thotë se nuk lëndohet. Përkundrazi, thuhet se ai ndjen emocionet shumë fort, por zakonisht përpiqet të mos i shfaqë menjëherë. Imagjinoni dy njerëz që marrin të njëjtin lajm të keq. Njëri reagon menjëherë, tjetri hesht. Ai mendon, analizon, përpiqet të kuptojë çfarë ka ndodhur. Plutoni, planeti i transformimit. Kur u zbulua Plutoni në shekullin e, shumë astrolog filluan ta lidhnin me akrepin. Sepse simbolika e këtij planeti përputhej në mënyrë interesante me karakteristikat që prej kohësh i atribuoheshin kësaj shenje. Në astrologji, Plutoni lidhet me transformimin, rilindjen, fuqinë e brendshme, sekretet, psikologjinë, ndryshimin e thellë. Kjo nuk do të thotë që Plutoni shkakton këto tipare. Në astrologji ai përdoret si simbol. Dhe ky simbol është bërë pjesë e identitetit të akrepit. Në astrologji, kjo mënyrë e dytë e reagimit lidhet shpesh me akrepin.
Plutoni, planeti I transformimit. Kur u zbulua Plutoni në shekullin e, shumë astrolog filluan ta lidhnin me Akrepin. Sepse simbolika e këtij planeti përputhej në mënyrë interesante me karakteristikat që prej kohësh I atribuoheshin kësaj shenje. Në astrologji, Plutoni lidhet me transformimin, rilindjen, fuqinë e brendshme, sekretet, psikologjinë, ndryshimin e thellë. Kjo nuk do të thotë që Plutoni shkakton këto tipare. Në astrologji ai përdoret si simbol. Dhe ky simbol është bërë pjesë e identitetit të Akrepit. Pse transformimi është kaq I rëndësishëm? Le të mendojmë për jetën. Secili prej nesh kalon momente të vështira. Humbje, dështime, ndarje, probleme. Disa njerëz përpiqen t'i harrojnë sa më shpejt. Sipas astrologjisë, Akrepi përpiqet t'i kuptojë. Ai kërkon të gjejë kuptimin pas tyre, të mësoj, të ndryshoj. Kjo është arsyeja pse shumë astrologë lidhin Akrepin me idenë e evolucionit personal. Jo sepse jeta e tij është më e vështirë, por sepse ai përpiqet të dalë më I fortë nga çdo përvojë. Në shumë libra astrologjik përmenden 3 simbole të Akrepit. I pari është vetë Akrepi, I dyti është Shqiponja, I treti është Feniksi. Feniksi është ndoshta simboli më I famshëm. Sipas legjendës, ai digjet dhe më pas rilin nga hiri I vet. Në astrologji kjo simbolizon aftësinë për të filluar nga e para, për të mos mbetur përgjithmonë pengi së kaluarës, për të rindërtuar veten. Edhe pse kjo është një metaforë, ajo është bërë pjesë e mënyrës se si shumë njerëz e shohin Akrepin. Një arsye tjetër pse Akrepi duket misterios është interesi që astrologjia I atribuon për psikologjinë. Thuhet se kjo shenjë nuk kënaqet me përgjigje sipërfaqësore. Nëse dikush thotë, jam mirë, Akrepi mund të pyesë veten, a është vërtet mirë? Nëse dikush ndryshon papritur sjellje, ai mund të përpiqet të kuptojë arsyen. Ky interes për motivet e njerëzve është një nga arsyet pse shumë persona e përshkruajnë Akrepin si një detektiv të emocioneve. A është kjo intuit apo vëzhgim? Shumë njerëz thonë, Akrepi e kupton menjëherë kur dikush gënjen. Por si ndodh kjo? Astrologjia e shpjegon me intuitën. Psikologjia do të thoshte se disa njerëz janë thjesht vëzhgues më të mirë. Ata dallojnë ndryshimet në tonin e zërit, kontaktin me sy, gjuhën e trupit, mënyrën si ndërtohen fjalitë. Kjo nuk lidhet domosdoshmërisht me shenjën astrologjike. Megjithatë, është interesante që këto aftësi janë bërë pjesë e imazhit tradicional të Akrepit. Pse Akrepi duket I fortë? Shumë njerëz mendojnë se Akrepi nuk lëndohet. Kjo është një nga keqkuptimet më të mëdha. Në astrologji, ai përshkruhet si një nga shenjat që ndjen më shumë. Dallimi është se shpesh nuk e tregon menjëherë. Nga jashtë mund të duket I qetë, brenda mund të jetë duke kaluar një stuhi emocionesh. Ky kontrast është pikërisht ai që krijon ndjesinë e misterit. Forca nuk është mungesë emocionesh. Ekziston një ide e gabuar që njerëzit e fortë nuk qajnë, nuk lëndohen, nuk kanë frikë. Në realitet, forca shpesh është aftësia për të vazhduar edhe kur emocionet janë të forta. Astrologjia ja atribuon këtë cilësi Akrepit. Ai nuk konsiderohet I fortë sepse nuk ndjen. Ai konsiderohet I fortë sepse përpiqet të mos lejojë që emocionet ta kontrollojnë. Misteri që lind nga heshtja. Sa më pak të flas një person për veten, aq më shumë njerëzit përpiqen ta kuptojnë. Kjo është një sjellje krejtësisht njerëzore. Ne jemi kurioz. Duam të dim, duam të plotësojmë boshllëqet. Dhe kur dikush nuk I mbush vet ato boshllëqe, ne fillojmë t'i mbushim me imagjinatën tonë. Ndoshta pikërisht këtu lind misteri I Akrepit. Jo sepse ai fsheh gjithmonë diçka, por sepse nuk ndjen nevojën të tregojë gjithçka. Pas gjithë asaj që kemi eksploruar, rikthehemi te pyetja që ka qenë në qendër të kësaj teme. A është vërtet Akrepi shenja më misterioze e zodiakut? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetjeje, duhet të bëjmë një dallim të rëndësishëm. Në astrologji nuk ekzistojnë të vërteta absolute. Tiparet që I atribuohen çdo shenje janë interpretime simbolike dhe jo fakte të provuara shkencërisht. Personaliteti I një njeriu formohet nga shumë faktorë. Edukimi, familja, përvojat e jetës, kultura, mjedisi dhe karakteri individual. Shenja e lindjes është vetëm një element I traditës astrologjike. Megjithatë, edhe nëse shohim astrologjin si një sistem simbolesh, është e pamundur të mohohet se Akrepi ka fituar një reputacion të veçantë. Pothuajse çdo libër astrologjie, çdo artikull, çdo video dhe çdo diskutim për zodiakun përmend të njëjtën ide.
Akrepi është shenja që fsheh më shumë se sa tregon, por ndoshta ky nuk është misteri i tij më i madh. Misteri nuk është heshtja. Shumë njerëz mendojnë se akrepi është misterioz sepse flet pak. Në të vërtetë ka plot njerëz të heshtur që nuk krijojnë as pak këtë përshtypje. Misteri i akrepit, sipas astrologjisë, nuk lind vetëm nga fjalët që nuk thot. Ai lind nga mënyra se si jeton emocionet, nga mënyra si krijon besim, nga mënyra si përpiqet të kuptojë gjithçka që ndodh rreth tij. Ai nuk kënaqet me përgjigje sipërfaqësore. Shpesh kërkon të dijë arsyen pas çdo veprimi. Çfarë motivoi dik? Pse ndryshoi sjellja? Çfarë fshihet pas një buzëqeshjeje? Ky kërkim i vazhdueshëm për thellësi është një nga elementet që astrologjia i atribuon kësaj shenje. Të kuptosh pa u kuptuar. Ekziston një shprehje interesante që përdoret shpesh për akrepin. Ai di shumë për ty, ndërsa ti di shumë pak për të. Edhe pse kjo është një përgjithësim astrologjik, ajo përmbledh mënyrën si shumë njerëz e perceptojnë këtë shenjë. Akrepi zakonisht bën pyetje. Dëgjon, mban mend detajet, ndërsa për veten mund të tregojë shumë pak. Kjo krijon një ekuilibër të pazakont në marrëdhënie. Një person ndihet i kuptuar nga akrepi, por njëkohësisht ndjen se ende nuk e njeh plotësisht atë. Besimi është çelësi. Sipas astrologjisë, akrepi nuk e ndërton besimin menjëherë. Ai preferon ta fitojë ngadalë. Kjo nuk vjen domosdoshmërisht nga mosbesimi. Shpesh lidhet me dëshirën për të mbrojtur botën e tij emocionale. Kur një akrep ndjen se mund t'i besojë dikujt, shumë astrolog besojnë se ai bëhet një nga njerëzit më besnik dhe më të përkushtuar. Por pikërisht sepse besimi ndërtohet me kujdes, tradhtia përjetohet shumë rënd. Pra a është akrepi shenja më misterioze? Përgjigjja varet nga këndvështrimi. Nëse flasim për astrologjinë tradicionale, atëherë po. Për shekuj me radhë, akrepi është përshkruar si simbol i sekretit, intuitës, transformimit dhe botës së fshehtë emocionale. Por nëse flasim për jetën reale, atëherë çdo njeri mund të jetë misterioz. Misteri nuk varet nga data e lindjes. Ai lind nga përvojat, nga karakteri, nga mënyra si zgjedhim të lidhemi me të tjerët, nga historia që mbajmë brenda vetes. Ndoshta kjo është arsyeja pse tema e akrepit vazhdon të tërheqë kaq shumë njerëz. Sepse në fund të fundit, secili prej nesh ka një pjesë të vetes që nuk ua tregon të gjithëve. Secili prej nesh ka mendime që i mban vetëm për vete. Ndoshta misteri nuk është një tipar i vetëm i akrepit. Ndoshta është një pjesë e natyrës njerëzore. Dhe pikërisht për këtë arsye, figura e akrepit vazhdon të na tërheqë. Jo sepse na jep të gjitha përgjigjet, por sepse na kujton se disa nga pyetjet më interesante janë ato që nuk marrin kurrë një përgjigje të plotë. Faleminderit që na ndoqët deri në fund. Nëse ju pëlqeu kjo analizë dhe dëshironi të shihni video të tjera për astrologjinë, zodiakun dhe misteret e personalitetit, mos harroni të bëni like, të abonoheni në kanal dhe të aktivizoni njoftimet. Na shkruani në komente, cili është mendimi juaj? A mendoni se akrepi është vërtet shenja më misterioze e zodiakut? Apo mendoni se këtë titull e meriton një shenjë tjetër?